Luizi ka një mesazh për të gjithë ata që dua në politik. Pas përfundimit të zgjedhjeve në vend, Luizelli ka reaguar me një mesazh në rrjetet sociale për të gjithë ata që e shohin atë si një figurë të mundshme politike. Në një story në Instagram, fituesi Big Brother VIP Albania 2 sqaroi se nuk ka asnjë interes të përfshihet në politik dhe arsyeja është e thjeshtë, ai beson tek arti jo tek pushteti. Shumë më kërkojnë të hyjnë në politik, shkruan ai, duke reflektuar mbi ndikimin që ka në publik. Mbase sepse më shohin si një zë që dëgjohet, si dikush që nuk ka frikë të flas. Por unë nuk dua të jem arsyeja pse njerëzit zihen mes tyre. Luizi theksoi se qëllimi i tij nuk është të zgjedh krah, por të qëndroj pranë të gjithëve. Unë kam zgjedhur njeriu, nuk dua pushtet mbi askënd. Dua duar të lira për të përqafuar, për të nënshkruar, jo për të nënshkruar vendime që lëndojnë. Ai kritikoi mënyrën se si politika ndryshon njerëzit dhe deklaroi se do të mbetet besnik ndaj artit dhe vlerave që përfaqëson. Të shumt janë ata që më kërkojnë të hyj në politik, mbase nga që më shohin si një zë që dëgjohet apo si një njerëz që nuk ka frikë të flas. Unë nuk kam ardhur në këtë jetë për të ndarë njerëzit, por për t'i bashkuar. Nuk dua të jem arsyeja pse njerëzit zihen mes tyre, kur gjithçka që dua është t'i bëj të buzëqeshim bashk. Unë besoj te muzika, tek dashuria, tek forca e një fjale që shëron dhe jo përçan. Politika kërkon të zgjedhësh një anë. Unë kam zgjedhur njeriu. Nuk dua të jem një krahu kur mund të jem krah për të gjithë. E kam parë se çfarë bën politika me njerëzit, si u ndryshon syt, zemrat, fjalët. Nuk dua pushtet mbi askënd. Dua t'i mbaj duart e lira që të përqafoj, jo të nënshkruaj veprime, vendime që lëndojnë. Dua zyrë, dua sken, ndaj më falni nëse ju kam zhgënjur duke mos u bërë pjesë e politikës. Kjo është mënyra që unë kam zgjedhur për të mbrojtur atë që dua më shumë, njeriu, familjen, artin, fjalën e lirë dhe vetveten, përfundoi shkrimin Luizi.